prej jush I keni përcjell zhvillimet politike në Kosovë që një kohë të gjatë. Nuk ka pasur ndonjë kundërshti nga partitë që të shfrytëzohet një kompetencë sa I përket konstituimit të kuvendit. Pra atëri këtu jemi për momentin tani. Unë përmenda që pavarësisht dallimit në qëndrime, diskutimi ka qenë me respekt të ndërsjell dhe ka qenë konstruktiv. Ndoshta për shkak të përvojës së gjatë që kam në politik, kam pa lloj-lloj takimesh në atmosfera të tensionuara me mos pajtime tepër të mëdha dhe ky nuk ka qenë I tillë, pra ka qenë një takim konstruktiv, nëse mundem me quajtur. Por timi I bardhë do dal vetëm atëherë kur kemi konstituim të kuvendit. Akoma nuk jemi në atë pikë, sepse vetë liderët besoj e kanë sqaruar kur kanë dalë nga ky takim, sepse nuk e kanë parë nëse janë deklaruar, por po supozoj që janë deklaruar që nuk ka pajtim final rreth konstituimit të kuvendit. Disponim minimal e thash në kontekstin që vullnet ka tek të gjithë liderët për të gjetur zgjidhje përpara dhe për të dëgjuar edhe ide të reja, prandaj edhe kjo çështja e dërgimit në gjykatë kushtetuese nga ana e institucionit presidencës sot e kemi diskutuar për herë të parë. Nuk ka qenë qoftë nga partitë politike, qoftë nga unë si presidente shtyrë përpara si ide, sepse shpresa ka qenë që kuvendi konstituohet më shpejt, jo që kemi nevojë të vim deri këtu, ku ka kaluar 1 muaj nga seanca e parë. Sa I përket zgjedhjeve, të gjithë jemi pajtuar që, siç e dini, kushtetuta parashet që zgjedhje mund të ketë në disa raste, në qoftë se 2/3 e kuvendit vendosin dhe votojnë për shpërndarje të kuvendit, në qoftë se dështojmë në zgjedhjen e qeverisë dhe në qoftë se ka pastaj vot mosbesimi ndaj qeverisë, janë këto opsionet. Për momentin pa konstituim të kuvendit nuk mund të shkohet te asnjëra nga këto 3 opsione. Pra edhe në qoftë se partitë pajtohen mes vete për me shku në zgjedhje, fillimisht duhet me u konstitu kuvendi. Dhe tek pas konstituimit pastaj ka qoftë vot për shpërndarje të kuvendit dhe pastaj unë si presidente caktoj datën e zgjedhjes, qoftë nuk arrin ndoshta me I bë numrat, edhe pse kjo nuk është çështje që unë mundem tash me përcaktu se a bëhen numrat për qeveri apo jo, mirë, po kushtetuta parashet që nëse nuk bëhen janë afatet e caktuara brenda të cilave unë detyrohem si presidente me quvendin zgjedhje. Por parakusht për këtë është konstituimi I kuvendit. U fol që nëse shkohet shumë gjatë, mund të vijmë në një pikë ku liderët duhet të ulen dhe të pajtohen për zgjedhje, mirë po edhe për këtë parakusht është konstituimi I kuvendit, pra pa u pajtu për konstituim të kuvendit s'mund të pajtohen as për zgjedhje. Kjo është pak a shumë situata jo vetëm politike, por edhe kushtetuese, sepse kushtetuta nuk lejon pa pas konstituim të kuvendit që të ecin përpara me zgjedhje. Pra as unë si presidente, se unë e di shpeshherë kemi pyetje edhe nga qytetarët, edhe nga të tjerët, pse s'pe dërgon vendin zgjedhje, përveç që unë mendoj që nuk ka nevojë vendi ynë për zgjedhje shpesh për arsye të stabilitetit politik e tjera shpenzimeve të shumta, po kjo është çështje tjetër. Në qoftë se kanë vullnet deputetët e kuvendit e Kosovës, ata mund ta imponojnë një proces zgjedhor të hershëm, por paraprakisht duhet patjetër të konstituohet kuvendi. Unë nuk mund ta ushtroj një detyrë të tillë, pra shpalljen e zgjedhjeve pa u plotësu kriteret kushtetuese. Për momentin nuk janë plotësu ato kritere. Edhe për nga natyra e personit edhe institucionit, unë kam më shumë dëshirë që të kemi optimizëm, jemi të gjithë njerëz që jemi në politikë që një kohë të gjatë, besoj që e dojmë Kosovën të gjithë, prandaj edhe nuk e shoh të pamundur gjetjen e zgjidhjes për konstituimin e kuvendit, përkundrazi, mendoj që kur ka vullnet politik natyrisht zgjidhja arrihet shumë shpejt për disa orë, por kjo s'do të thotë që jemi afër në asnjë moment, prandaj edhe fola për optimizëm apo disponim minimal, por ashtu fillojnë gjanat e mira. Fillojnë me optimizëm minimal dhe pastaj rritet dhe në fund gjendet zgjidhja. Sfidat janë të mëdha, nuk është që nuk po I pranoj apo që I injoroj. Megjithatë, sa I përket afatit, unë nuk mund t'jap për momentin afat, sepse varet edhe nga shumë zhvillime. Unë I përmenda në takim disa prej afateve që I kemi rreth proceseve që involvojnë kuvendin, që kërkojnë kuvend funksional, qoftë sa I përket disbursimit të mjeteve të para, të planit të rritjes, qoftë sa I përket organizimin e lojrave mesdhetare, shumë çka tjetër, këto janë procese historike për Kosovën dhe tepër të rëndësishme dhe askush nuk guxon t'i rrezikojë ato, sepse do të ishte edhe në kundërshtim me vullnetin e qytetarëve tanë të rrezikohet vendi ynë. Por afat nuk mund t'jap për momentin, do të shohim si shkojnë zhvillimet, në qoftë se
arrihen numrat e nevojshëm për konstituimin e kuvendit shpejt gjatë javëve në vijem mirë, në qoftë se unë prap do t'i takoj liderët politik dhe edhe çështja kur ngritet në gjykatën kushtetuese do t'jetë diçka që bëhet edhe me pajtimin e tyre. Unë sot po ashtë pajtim të plot nga ata që i takova, nuk është që kishte ndonjë kundërshtim, por kjo është edhe kompetencë kushtetuese e presidentës. Thjesht unë nuk kam dashur që tani të ndërmarr një hap që mund të shkaktoj më shumë polarizim se sa unifikime, ajo nuk është çka i duhet Kosovës, mirë po nëse shihet e nevojshme, sepse asesi nuk po dalim nga kjo blokadë, atëherë nuk mund të lejojmë rrezikim të interesave shtetërore, por duhet patjetër të ecim përpara. Por mos harrojmë që edhe vetë deputetët e kanë një të drejtë të tillë nga neni 113, ku mund ta kontestojnë çdo vendim të gjykatës. Me 10 nënshkrime mund të kontestojnë brenda 8 ditësh, me mos gabosha 30 ose 40 nënshkrime mund të kontestojnë vendime brenda 6 muajsh, 1/4 e kuvendit. Pra e kanë këtë drejtë edhe vetë deputetët, por e ka me dhonë si presidente jam shumë e bedishme. Për ta ushtruar këtë kompetencë kushtetuese, do të presë edhe pak në qoftë se do të arrihet numri i nevojshëm i votave që kërkohet për konstituim të kuvendit. Por për momentin nuk mund të jap afat, megjithatë nuk është që do të presim për gjithmonë, sepse siç e thash është Kosova dhe qytetarët tanë që po dëmtohen.